7 vjet mbas shpalljes së fituesit të koncesionit për ndërtimin e aeroportit të Vlorës, prokuroria e posaçme SPAK ka vepruar për të gjetur zyrtarët përgjegjës të këtij koncesioni, që tashmë ka futur në konflikt edhe bashkë aksionerët. Në limitet kohore të parashikimit të veprës penale, siç është ajo e shkeljes së barazisë në tendera dhe ankande publike, gjatë muajit mars 2026, SPAK ka thirrur në prokurori disa zyrtarë të Ministrisë së Energjetikës dhe Infrastrukturës, duke i komunikuar akuzën penale. Bëhet fjalë për të gjithë anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave pranë Ministrisë, të cilët sipas SPAK, gjatë dhjetorit 2019 deri në muajin mars 2021, kanë kryer veprime që krijojnë bindje për konsumimin e veprës penale të shkeljes së pabarazisë në tendera dhe ankande publike. Mbas shpalljes së fituesit në muajin prill 2021, draft kontrata mes Ministrisë dhe 3 kompanive fituese të këtij koncesioni dërgohet për vlerësim ekonomik në Ministrinë e Financave dhe mbas një analize financiare, kjo ministri konfirmon draft kontratën. Ndërkohë, mbas kësaj procedure, në datën 20 prill 2021, Ish-Ministrja e Energjisë dhe Infrastrukturës Belinda Balluku nënshkruan kontratën koncesionare me përfaqësuesin e konsorciumit fitues në prani të kryeministrit Edi Rama dhe biznesmenit nga Kosova, Bexhet Pacolli. Por në 8 shtator 2022, kompania turke largohet nga projekti duke i shitur aksionet për 4.450 euro kompanisë Mapco Construction të Bexhet Pacollit. Mirë po 3 vjet mbas ikjes së turqëve, lind një konflikt mes dy miqve shqiptar, Valon Ademi dhe Bexhet Pacolli. Në datën 15 shtator 2025, kompania Dyja Group e Valon Ademit depoziton një kërkesë për sigurim pa dije në gjykatën e Tiranës, ku pretendon njohjen e tij si pronar i 49% të aksioneve në Via. Dhe në 17 shtator, gjykata e Tiranës vendosi të pezullojë votën e Mapco Construction deri në zgjidhjen e çështjes në themel. Ndërkohë, në 20 tetor 2025, Emin Pacolli, vëllai i Bexhet Pacollit, pa ditë Valon Lukën dhe Valon Ademin për veprën penale të mashtrimit në prokurorinë e Tiranës. Aktualisht, çështja e ndërtimit të aeroportit të Vlorës është kthyer në një dosje penale në prokurorinë e Tiranës, ku 2 aksionerët kanë kallëzuar njëri tjetrin për mashtrim me pasoja të rënda.